gjithësysh Albini do të më konë apet kryeminist. Nëse nuk bëhet kryeministër Albini, bëhet makes, 100% makes bëhet, për që i thojnë Albin Baba kanë drejt se ja ka dhënë shtesat e fëmijëve. Unë kisha thonë që do të me fitue edhe ma mërmenja që e fiton. Prej që ka ardhë kënë pushtet, jo pjesa veriore, po krejt dekterin në kufi atje, mund është me shku shlirë pa kur farë problemi. Nuk e kemi pas lirin që e kemi sot, se kemi pas kur. Përshëndetje, a mund është me treku sa është e vërtet fjala që po thonë që Albini e ka shliru Vereun e Mitrovicës? Është puna që unë kam lind këtu edhe i kom bo për mi 70 vjetë. Dekteri sa ka qenë, deri sa s'ka qenë kryeministër Albini, pjesa veriore u konë e uzurpume pej Sërbëve që dihen sot që i kanë shpollë që janë kriminell, Radojqiqi ata shokët e tina. Prej që ka ardhë kënë pushtet, u shlirue krejt, jo pjesa veriore, po krejt dekterin në kufi atje, mund është me shku shlirë pa kur farë problemi. A ecë një shlirë asaj une? Pa problemi, pa kur farë problemi, ka është cep për cep pjesa veriore pej Leposavici, për të Leposavici është kufini atje halo. Sa një ditë rrezikum ju në kuën kur s'ka qenë Albini kryeministër? Jemi konë gjithë matë rrezikum, e din, kretat e din që ka ndodhë, sa... Lirin që e keni sot nuk e keni pas më? Nuk e kemi pas lirin që e kemi sot, se kemi pas kur. Asnjëherë. Asnjëherë. E nëse nuk bëhet kryeministër Albini prap, edhe këtë mandat, çfarë mendon që ka me ndodhë me Kosovën? Nëse nuk bëhet kryeministër Albini, nuk muna unë me parashiku që bëhet, veç bëhet makes, 100% makes bëhet. E fjallën që përja thonë Albin Baba, fansat e timuj me thonë flak që e dojnë jashtëzakonisht shumë Albinin, a mendon që po i thonë fjallë të mirë? Për që i thonë Albin Baba, kanë drejt se ja ka dhënë shtesat e fëmijëve, i vetmi ky që ja ka dhënë shtesat e fëmijëve ju kanë ndihmu. Tu pas parasysh që asnjë parti ma herët. Tu pas parasysh asnjë parti ma përparshme s'kan nuk ju shku na drejtim, po ju shku veç për veti me korruptu, me bo. Edhe shumica e partive po thonë që Albini nuk ka bo kur gjo veri, po ashtu edhe qytetarëve po thonë. Qëre opozita mëdhimët muë që kanë thonë tullit zeze çka u mas keqi për kryeministrin që nuk u takon opozitës me thonë se ata ma të këqijin konë vetë 100 milion herë se Albini. I dim që kanë bo ata, i dim që kanë shite, që e kanë korruptu, jënë të korruptu më krejt, une s'di që me thonë gjithër sen. A mendon që e meriton fituren edhe kësaj here? 41% i ka fitu prej popullit. Une kisha thonë që do të me fitue edhe ma mërmenja që e fiton. E fiton me përjashtim që ata të Amerikës, Grenelli që u përzien zjedhe, je tha, jo kënena, jo anena të u farpunshmë, po me gjithat pak popli ju në zbeh si pas fjallëve të Amerikanëve, amo gjithësysh Albini do të me kona apet kryt. Sa është e vërtet fjalla që po i thonë i ka prish punë me Amerikën, a mendon që i ka prish punë me Amerikën? Nuk ma mërmenja, jo, nuk është Grenelli Amerikë, është një person veç aj, por ndryshe ky është faleminderues Amerikës edhe shteteve perëndimore, atave që kanë gjykue Grenellin që u përzin në zgjedhje në Kosovë me gjithë këtë presidentin e Jugoslavisë, qashtu. E sa fjallet që po e thot, s'kena me pas kontakt me Serbin heq, po ashtu duhet me largu edhe klan Serbin. A mendon që klan Kosovë është të bashkëpunu me Serbin? Por klan Kosovë nuk e di, s'di për media kush është të bashkëpunu me to, veç fjallën kryesore, apet duhet popli ja ka dhonë votën dhe popli gjithmonë është mas Albini. Shumica e poplit, shumica pjesa dërmuse, ja ka dhonë votën atina dhe ja gjithë. Na të falenderojmë për zemërsisht që ndove komë. Ju falenderoj edhe ju. Përshëndetje. Çfarë mendimi ki për rinin që po lojnë vendin tonë? Po për rinin që pilojnë vendin tonë nuk kanë faj. Pse? Pse po kryjnë shkolla e puna s'kund. E kështu që qkafi ka mi lidh për
vend tonin ose vend vetin. A mendon që po i kryen shkollat edhe pa pas ngjofshëm nuk po munden me një A gjithashtu ajo është mase e qartë. Megjithse shpesh më bie mi përsërit një farë lloj fjalie ku them, përderisa bota intelektuale e një vendi ndodhet nën hije ik prej atij vendi. Se s'ki gjë aty. A mendon që po bujnë mirë kjo rini që po e luajnë vendin tonë, për shkak të pagave të vogla dhe mos sigurisë e tyre? Më fal, vetëm diçka. Ju jeni e re, të kuptohem. Jo, po mendoj në atë aspekt në cilin edhe rinia jon po e lem vendin e vetë. Po mirë po, sikur se ti kishin pagat relevante me kohë, ata 100% do të kishin ndenjur këto. E s'do të kishin dal askund, po kry fakultet e hinë në për kafeteri me punu. Kjo është krim. Krim është. Ka plot me fakultet, me master që punojnë në për markete. E ata që nuk kanë kry fakultet janë të konsum punën që dikush e ndron që ka kry fakultet edhe master. A është në rregull kjo? Nuk ka në rregull. Që po ndodh me shtetin tonë? Fare nuk ka në rregull. Është edhe kjo një ndër arsye që po e luajnë në rinia vendit. Po, edhe kjo është një ndër arsyet. Se tu e pas parasyshën e për Gjermani, Zvicër ose kudo që shkojnë, punojnë pa ushtell, çu thënë. Po. Edhe munden edhe në vendin tonë me punu ashtu, po nuk paguhet njëjtë sikur atje. Vetëm diçka më fal. Baushtell që thatë jo, ajo baushtell kuptohet, po paguhen shumë ma tepër edhe të sigurum jonë. Këto as sigurim, as gjatë tjetër nuk ka. E kështu që... Sa i shduf me ko një rrugë mesatare, me pas një jetë normale në Kosovë? Një rrugë mesatare mi pas një jetë normale 800 euro. Personi, po, 800 euro. Edhe a e mbyll mujin apo jo? Sa është, për shkak çmimeve të larta. Ndoshta keni qenë edhe ju ndjeni që kanë bo një farë lloj propagandë për mos me hy me ble I kanë bojkotu gjitha marketet e mdhaja. Për me hynë për marketet vogla. E kështu që... E kom hullumtu këtë pjesë ku gjysma qytetarëve nuk e kanë respektu. Po, gjysma qytetarëve nuk e kanë respektu. Sepse kjo u konë në favor qytetarëve. Edhe apet kanë shku në për markete, janë hije dhe apet që apet, po i vjen që ti je i pajtu me që atu qmime. Se nuk kem që me bu. Në për vendet të jashme, Gjermania, Zvicra e kanë bu këtë sen edhe ka vlej. Kurse në Kosovë, nuk ka vlej. Në Kosovë, jo. Qëfar këshilla i këshia për Rinison? Rinison, këshilla ime do të kishte qenë kështu. Punoni sa ma tepër. Sa ma tepër punoni në kohë që doni mi qu vendin tonë për para, në përparim. Pse politikaj të shkojnë e vinë, kurse ne mbesim ata të cilë kemi qenë gjerë me sabë. Faleminderit shumë për këtë. Me nderë qofshin.